Kryeministri Edi Rama në një dëgjes që mbajti me qytetarët në njësinë numër 2 në kryeqytet, ka sqaruar se në buxhetin 2026 janë parashikuar shuma të nevojshme sa të zgjidhet problemi i mungesës së barnave për të sëmurët me kancer tek onkologjiku. Ai gjithashtu deklaroi se qeveria e tij ka ngritur grupe negociatore me Greqinë për të njohur vitet e punës për emigrantët shqiptar. Rama theksoi se pensionet për shqiptarët në Greqi kanë qenë më e vështirë sipas tij. Në vendin shqip, numri i emigrantëve është më i madh. Përmes njojës së pensioneve me Greqinë, guri i fundit i mozaikut, me Italinë ja arritëm. Kjo me Greqinë është e forta fare për shkak se në Greqi nuk është Italia në kuptimin e mundësive dhe numri është shumë i madh. Tjetra që është shumë e rëndësishme është që për sektorin privat kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për 9 muajt e parë do t'i paguajë qeveria në mënyrë që paga të merret e plot nga punonjësit pa krijuar një shqetësim në aspektin financiar për kompanitë dhe në ndërkohë kontributet e sigurimeve shoqërore shëndetësore po ashtu të mos mungojnë për asnjë muaj. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme ta theksoj sepse kjo është diçka që thuhet, por thuhet gabim. Jo vetëm që ne kemi vendin me taksa më të ulta në të gjithë rajonin, se nuk po diskutojmë fare Europën, por do të vazhdojmë të jemi vendi i vetëm, rast unikal, dhe këtë e kemi bërë me vetdijet plot dhe me një qëllim strategjik për të ndihmuar ekonominë familjare, vendi ku nuk ka taks për biznesin e vogël dhe ku biznesi i vogël nuk paguan tatim fitimin, e ka zero. Dhe kështu do të vazhdojmë ta mbajmë siç jemi zotuar deri në fund të këtij mandati në vitin 2029. Që do të thotë që biznesi i vogël do vazhdoj të paguaj vetëm kontributet shëndetësore dhe shoqërore për çdo të punësuar, sepse ato nuk janë taks, ato janë e drejta e gjithë secilit për të pasur shërbimin shëndetësor dhe për të pasur pensionin. Nga ana tjetër, ne në këtë plan të ri për 2026 kemi futur edhe atë që e kemi shpjeguar gjatë fushatës, paqen fiskale. Paqja fiskale është një marrëveshje me sipërmarrjen për të rënë dakord, sipërmarrja me administratën tatimore për të paguar një shumë të dakordsuar tatimi, duke rënë dakord për shifrën e rritjes së parashikuar të ardhurave të kompanisë. Kjo do të bëjë që kompanitë të paguajnë dhe të mos kenë kontrolle, të mos kenë probleme me burokracinë dhe nga ana tjetër kjo do të bëjë që të ardhurat në buxhetin e shtetit të planifikohen dhe të realizohen pa shpenzuar energji të cilat pastaj shkojnë rëndom në dëm të kompanive për kontrole, për inspektime e kështu me radhë. Nga ana tjetër do japim mundësi kompanive që të rishikojnë bilancet e tyre dhe të korrigjojnë bilancet e 3 viteve të mëparshme, duke bërë që për çdo bilanc të korrigjuar me rritje, tatimi që ata do të paguajnë të jetë vetëm 5%. Edhe ky është një favor i rëndësishëm për sipërmarrjen që sigurisht do të përkthehet pastaj edhe në rritje të ardhurave, por edhe në përmirësim të situatës së atyre që punojnë në sektorin privat. Më tutje akoma duhet të them që në buxhetin e vitit 2026
Kryeministri Edi Rama nuk I ka kursyer edhe batutat në një takim me banorët e njësisë numër 2 të kryeqytetit. Ai ka lexuar një koment të komentuesve në rrjetet sociale, ku një qytetar shkruan për takimin "Fiksi mbledhjet e Enverit, poshtë komunizmi". Ka marrë me vete disa komente nga Facebook dhe është njëri që shkruan "Fiksi mbledhjet e Enverit, poshtë komunizmi". Sa të jenë këto tipat, komunizmi do të vijojë të jetë në pushtet. Idiot komplet. Do nisim të thon tani o bobo çfarë I the, por çfarë t'i them tjetër, tha ndër të tjera kryeministri Edi Rama. Se ka marr me vete se I thash atyre stafeve që I nxjerrin nga dëgjesa e parë, I thash nxjerrin ca komente nga Facebooku, edhe është njëri këtu që ka shkruajt që fiksi mbledhjet e Xhaxhi Enverit poshtë komunizmi. Kuptohet që sa t'jenë këta tipa, komunizmi do vazhdoj t'jetë në pushtet, po ajo që idiot komplet, poshtë komunizmi. Ajo që qa tash do më thonë qa I the, si I the, po qa t'i them këto dëgjesa për shembull në Amerikë ku komunizmi nuk ka qenë ndonjëherë, zhvillohen normalisht, dhe ajo që është e re në këtë rast, për shkak se janë përfshirë të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, kemi dhe drejtuesen politike që është në të gjitha dëgjesat, është që ne po I bëjmë këto kur ka mbaruar fushata, dhe ju dini shumë mirë që me njëherë mbasi mbaruan zgjedhjet, deputetët kanë ardhur përsëri, kemi një libër me mbi 2000 problematikat konstatuar në të gjithë territorin e Bashkisë Tiranës, e kemi bërë edhe në bashkitë e tjera, dhe natyrisht që filluam të punojmë për një fushat që menduam që do zhvilloj për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, nuk ndodhi, nuk do t'i hyj pse s'ndodhi, por ja ku jemi përsëri, pavarësisht se nuk kemi zgjedhje në Bashkinë e Tiranës, dhe unë nuk mendoj që kjo është poshtë komunizmi, po kjo është rrëf demokracia, se për këtë jemi dhe këtu që të flasin gjithë. Dhe pastaj